Deputeti Haxhi Abdyli i është përgjigjur Berat Bozhalës, ku ky i fundit ja përmendi emrin si kandidat i mundshëm për krye parlamentar. Kandidati konsensual për kryetar të kuvendit, Mahmut Zbohet, ka shkruar Bozhala në Facebook, duke publikuar foton e deputetit Haxhi Abdyli. Ky i fundit përmes një postimi në Facebook ka shkruar se Bozhala është financuar nga Rado Iqiqi dhe një dekadë ka punuar për të dërguar Hashim në Hag, kur Britma Bunarit e ndotur me para të pista, të përqesh, të bullizon, kritikon e merret me mua, atëherë di që jam në rrugën e drejtë dhe me përkraje që vetë shkon e rritet. Këdo që ka kritikuar kjo coftinë e financuar me parat e Rado Iqiqit, votat e tij vetë janë rritur. Një dekadë ka kritikuar Hashimin, e ka punuar fort me dërgu në Hag, votat e pushteti i tij vetë konsolidohej. Prej se ka ndërruan e ka filluar ta kritikoj Albin Kurtin, filloi epoka e gjatë qeverisëse e Albinit, i mbetur me vesh përpjet si gomari pa taxhi, ka disa herë që mirret me mua. Me arritje që ka në jetë që nga student mjek i luftës se deri në neurokirurg në QKUK e Gjermani, e me vota që në zgjedhjet e 2021-shit nga 26.000 u rritën në 2025 në 32.000, shumica do më thot pse po merresh me zërat e dëshpëruar nga bunari. E vërteta është që nga bunari i tij, ku prodhohen vetëm rrenat, shpifjet e paguara, shantazhet, bullizimet, nuk ja vlej të harxhoj kur gjë, as këto 2 minuta për këtë status. Unë veç dua t'i them publikisht, vazhdo mos u ndal me pëdhitje, sepse sa më shumë që mirret, shan e bullizon, kjo cofëtin që kundërmon nga do që shkon, vlera ime njerëzore, profesionale, politike, veç po rritet, sepse diamantet shkëlqejnë më afër qymyrit.